Banorët e 6 fshatrave të Lumit të Vlorës protestuan për rrugën që lidh fshatrat e tyre me njëri tjetrin. Prej më shumë se 35 vitesh, këta banor janë në pritje të asfaltit. Sipas protestuesve, fshatrat janë braktisur pikërisht prej mungesës së infrastrukturës, e cila e bën dhe më të vështirë marrjen e shërbimeve arsimore dhe shëndetësore. Situata më e vështirë është gjatë dimrit, ku prezenca e baltës e bën dhe më të vështirë futjen e automjeteve në këtë zonë. Protesta ishte paqësore dhe pa incidente. Aksi rrugor që lidh Vlorën me Qeparojnë u bllokua për 20 minuta. Vargu i makinave në këtë fundjavë që tepër i gjatë, gjithsesi protesta përfundoi sapo banorët shprehën kërkesat e tyre, që ishte shtrimi i rrugëve të 6 fshatrave. Mbetur sot këtu në këtë vend historik, në Varrin e Tavë, një vend historik i cili tregon për lidhjen që ka Lumi i Vlorës me Bregun e Depit, me Imaran. Siç ka këtë lidhje historike, Lumi i Vlorës me Bregun e Depit, me Imaran duhet të ketë dhe një lidhje historike ndërmjet Lumit të Vlorës dhe Nivicës. Në gjithë këtë rrugë janë 7 fshatra. Të 7 fshatrat, po të shikosh në një periudhë historike për 30 vjetësh, ka filluar të ikin njerëzit, të ikin rinia. Arsyeja e vetme është që nuk gjejnë kushtet e domosdoshme për të jetuar në fshatrat e tyre. Për të jetuar në një fshat, 3 element duhen. Duhet ujë, korrenti dhe rruga. Ujin e ka fal natyra dhe Zoti në zonën tonë. E kemi me bullik. Po dhe korrentin, ashtu siç e kemi, është. Problemi është i rrugës. Dhe arsyeja kryesore, me që unë jam nga Vërmiku, arsyeja kryesore pse fshati jonë është çpopulluar i gjithi ka qenë rruga. Nuk ka pasur mundësinë minimale për të jetuar fshatarët tanë në fshat. Kjo gjë që ka ndodhur në fshatin tonë nuk duhet ndodhi në këto 6 fshatrat e tjera për të çpopulluar. Prandaj ne themi dhe duhet të kemi dëshirën e mirë për t'ia prezantuar qeverisë që kjo rrugë duhet bëhet. Duhet bëhet sepse qeveria, me thënë drejtën, ka bërë një punë shumë të mirë që ka bërë rrugën e Lumit të Vlorës. Dhe rezultatet ajo i ka dhënë. Po të shohësh në 2 anët e rrugës, shikon tokat punuara, shikon gjelbrim, shikon bimsi, shikon njerëz të cilët kanë rindërtuar shtëpitë e tyre. Pse jo edhe ne mos i rindërtojmë ato shtëpitë tona që i kemi në fshatrat tonë? Por duam rrugën. Prandaj i bëjmë një kujtesë qeverisë, i bëjmë një kujtesë kryeministrit. Siç ka bërë punë të mirë, që ka bërë shumë rrugë në zonën tonë, siç ka bërë punë të mirë që ka lidhur Lumin e Vlorës me Tepelenën nëpërmjet Kuçit. As shkolla, as spitale. Duam vetëm rrugë të shkojmë te njëri tjetri, të shkojmë te të gjallët, por edhe te të vdekurit. E duam këtë që të mbaroj pa vdekur ne, siç e tha zoti Namik, të futet në buxhetin e vitit 2026. Le të kujtojmë pushtetarëve lokal dhe qendror, të gjithëve kush është krahina e Shullerit. Kjo është krahina e Cane Miftarit, Hamit Lumit, Zoto Mamutit, Tatar Memushit, Haxhi Hoxhës, Selam Hasanit, Zaçe Xhelos, Zivur Lelos e tjerë. Kjo krahin ka pritur Ismail Qemalin. Kjo krahin ka prit Luiç Gurakuqin. Halim Xhelua ka qenë mësuesi i parë në matologjinë në shkollë. Është krahin e komandave dhe spitaleve të luftës, e shpellave, e kalave, e mozaikëve të lashtë, e ujit kristalt, e mbështetur me krenari në 2 male, Tartar dhe Çipin. Është krahin që ka të paktën 1500 familje që jetojnë këtu, edhe në gjithë Shqipërinë. Është e resurse ekonomike. Blegtori kjo krahin arriti 40.000 krerë kur ki ishte e banuar nga njerëzit. Ka toka pjellore. Dhe mbi të gjitha ka resurse turistike. Nuk mund të krahasosh këtë krahin me asnjë tjetër në Vlorë. As me Bolen, Vranisht, Tërbaç, Sevaster, Amonic, Treblov, Llahinj, Llakatund, Myzeqe e tjerë, të cilat kanë rrugë të asfaltura. Ne jemi krenar për rrugën e Lumit të Vlorës. Rrugën, nëse do që një krahin ta zhukësh prej komunikimit, e po kjo që po ndodh në krahinën tonë, sa banor që janë larguar për një shkollim e për një jetë më të mirë, për fëmijët e tyre, sa të tjerë rrinë me shpresë se diçka do ndryshojë,
E po, pa një rrugë nuk mundet të ndryshojë asgjë. Jemi përpjekur mundësitë tona, kemi ngritur e kemi pritur, por edhe pritja ka një kufi. Sot, të gjithë së bashku, një zëri, të drejtojmë institucioneve nga kryeplejësia, fshatrave, bashkisë e Lëvizjes. E në fund, jo se elam të fundit, por elam të na dëgjon dhe më mirë. Zoti kryeministër, Zoti Edi Rama, Shqipëria është po aq sa e madhe, po aq dhe e vogël, për të vizituar e për të shkelur me këmbë, jo vetëm në zonës, por dhe nga turistët, që na kanë se çfarë të eksplorojnë në zonën tonë. Pa një rrugë, ku mund të shkojnë? Mund të përjashtojmë mirë arsye, se duhet të por ja, gjëra të vjen dhe gjëra që ndodhin. Qeveris, çfarë do që të ketë, çfarë do që ketë mundësi, që kjo rrugë janë 4-5 fshatra, po na dëgjojnë ai i madhi qeveris të na bëj këtë rrugë dhe që të kërkojmë asgjë. Asgjë që kërkojmë vetëm rrugë. I themi, do e urojmë sa të jetë me jetë gjatë, ka që duam ne.